Në studion kam vetëm Mavriqin, për ndryshe jeton në Finland tash e 22 vite. Përshëndetje, kam kënaqësinë që jemi bashkë në studion e emisionit Një kafe me Lavin. Përshëndetje, faleminderit. Jemi bashkë këtu edhe do të flasim për diçka shumë e veçantë dhe shumë interesante. Po thuaj që ne jemi mësuar diaspora shqiptare që të jetë aktive gjithmonë, qoftë në fushën e futbollit, qoftë edhe në fushën e muzikës, por edhe në lëmi tjera, por është një karakteristikë tjetër për shembull tek ju ku ju shkon mendja për me bo për shembull lojra. Keni jo vetëm kjo tani që ne do të flasim, do ta zbulojmë, por ju jeni marrë edhe më herët, po thuaj keni bërë për fëmijë, në internet, shumë çka. Po unë punoj, jam inxhinier i teknologjisë informative dhe punoj si IT në departamentin e arsimit në komunën e Helsinkit, tash e 15 vite. Para 10 vitesh kam programuar, nuk jam i sigurt, por ndoshta ka qenë edhe loja e parë edukative arsimore për kompjuter për fëmijë prej moshës 5 deri në 8 vjeçare. Por më vonë më ka lind ideja duke i parë edhe fëmijë të mi, por edhe në Finland lojrat e bordit janë shumë të popularizuara, kështu që edhe mua më lindi ideja që edhe ne shqiptarët të kemi një lojë tipike shqiptare. Tipike shqiptare, por një lojë që nuk është e sjellur nga të hujt në Kosovë. Jemi mësuar me mos u hidhura njerëje. Po, kjo është pak e ngjashme për lojë bordi, por këtë lojë kam dizajnuar en kas për ne shqiptarët dhe ka të bëjë me çështjen kombëtare. Po e zbuloj, domethënë tash është lidhja e tretë e Prizrenit. Domethënë lidhja e tretë e Prizrenit ka të bëjë pikërisht me lojë. Unë edhe vetoni do të mundohem ta shpjegojmë për shikuesit dhe do të mundohem që ta luajmë pak sa një lojë, por para se të fillojmë lojën edhe para se gjithçka të flasim derisa të luajmë me lojën edhe t'ju shpjegojmë edhe shikuesve, kështu që ishte vështirë mu realizu gjithë kjo pa përkraje, Po është vështirë, ideja më ka lindur qysh ka fundi vitit 2011 dhe fillimi vitit 2012 ishte 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë dhe ashtu dal nga dal fillova ta zhvilloj idenë se me çfarë do të bënte loja dhe kështu afër 2 vite kam bërë duke zhvilluar idetë se si do të duket, çfarë rregulla të lojës do të ketë dhe më në fund u realizua. Pasi që u realizu krejt vështirësi për mu botu për gjitha? Po, jo edhe atë shumë këtë kam financuar me mjetet vetanake. Personale. Po ata po të pëse vështirë, për shkak që po të realizoj diçka vetë në mënyrë. Po është vështirë të ne. Përpara kanë qenë disa loja ato që kanë qenë, kemi luajtur, po pas luftës disi kanë humbur këto lojë. Loja me pasule, loja me gurë. Bamcake, gjitha mirë, po. E di, jam i vetëdijshëm që gjendja ekonomike tek ne nuk është ta që lakmueshme mirë, po mendova se dikush do të filloj me këto lojë që t'ja u rikujtoj gjeneratave që ekzistojnë edhe këto lojë, cilat janë jo vetëm lojë me telefon të luaj vetë, mirë po këtë lojë më ta luajnë. PlayStation. 2 deri në 4 vet. Loja është për të gjithë prej moshës 4 vjeçare e lartë, pra mund ta luajnë fëmijët në mes tyre, shoqëria, fëmijët me prindrit e tyre, me gjyshrit e tyre, dhe njëherët kjo është edhe lojë edukative. Nga se këtu më të vjetrit mund t'i edukojnë brezat e ri edhe rreth çështjes kombëtare, edhe rreth trevave shqiptare, sepse disa vende mund t'jenë të panjohura për fëmijët. Për shembull Prekazi mund t'jetë ndoshta i panjohur për ndonjë fëmijë të Shqipërisë apo të Maqedonisë dhe ata më të vjetrit, aq sa dinë, do t'i shpjegojmë pse Prekazi është i rëndësishëm për shqiptarinë, ose Kruja, Manastiri, e tjerë. Lidhja e tretë e Prizrenit, pse lidhja e tretë e Prizrenit? Po ne kemi 2 lidhje të Prizrenit, lidhjen e parë të Prizrenit edhe lidhjen e dytë, dhe me moton
Geg e Tosk dhe Tosk e Geg, jemi një kom me nda zgudzojmë. Shqiptarët pa tjetër në një të ardhme jo fort largët, do të mblidhen edhe në një kuvend, të bisedojnë dhe të vendosin për çështjen kombëtare. Dhe ky kuvend do të bëhen Prizren dhe do të njihet me emrin Lidhja e Tretë e Prizrenit. Rregullat e lojës janë po e hape, ata që e kanë edhe duhet me pas secila shtëpi. Ta shëtutje, edhe pse ndoshta po presim botime edhe më të mëdha. Po janë shpërndarë disa pika të shitjes, por jemi duke bërë përpjekje që të gjejmë edhe distributorë tjerë që ta bëjmë shpërndarjen e lojës jo vetëm në Kosovë, po në gjitha vendet, në gjitha viset shqiptare. Rregullat e lojës janë brenda në kapak. Po shihet e para. Rregulla e lojës. Qëllimi i lojës është që të gjendet flamuri kombëtar dhe të dërgohet në Prizren. Kështu që a mundem na dytë me zbulu edhe me gjithë flamurin kombëtar edhe me që drejt Prizrenit? Okej. Fillimisht gjitha pullat do të kthehen përmbys. Tregojmë domethënë cilat janë pullat, se derisa flasim e bëhem gati. Është Skënderbeu, Ademi Ashari, Ismail Qemali, flamuri kombëtar. Duhet kthehen gjitha, pastaj cilat janë figura tjera? Është agenti, cilin këtë rast është agent armik i shqiptarëve, është gruaja me veshje kombëtare. Edhe derisa unë po i kthej edhe ti po i tregon çfarë roli kanë. Domethënë flamuri kombëtar, domethënë duhet shkohet drejt Prizrenit, edhe fiton lojën. Lojtari i cili e gjen flamurin kombëtar do të nisë drejt Prizrenit dhe kur të arrijë në Prizren është fitues i lojës. Okej, tash, po e marrim na, po i vendosim secilën në pika, domethënë, çto secila qitet në për pika të ndryshme, po. Po, këto janë 22 vendet kryesore të shqiptarisë dhe pullat vendosen në secilin qytet nga një. Okej, unë po thuaj që ja i vendosem, po veç Tirana. Okej, tash, këtu shkruan, domethënë, gruaja me veshje kombëtare, të jep drejtën gjuaj edhe një herë. Okej. Burri me veshje kombëtare, të jep të drejtën të gjuaj edhe një herë. Po të njëjtën. Okej, po e gjete, domethënë, pullat me lule që janë, po ato janë vetëm në lojë. Nëse, këtu thotë nëse 5 pulla, e gjenë edhe tërhiqesh për lojës, a? Jo, këto në klapa i kanë vendosë se sa pulla t'jenë që edhe njerëzit që blejnë lojën të dinë a i kanë gjitha pullat. Domethënë nuk ka kurfare efekti? Jo, ajo nuk ka kurfare efekti, është vetëm lojë dhe njerëzit mundon t'a gjenë flamurin, e gjenë fotografinë e zbrast, domethënë vetëm shkojnë kot. Kot, okej. Domethënë ai i cili mundohet. E gjetëm Ademi Asharin? Po nëse Ademi Ashari gjendet në prekaz, atëherë t'jep drejtën të kalosh prej prekazit në cilin do qytet, pa pasur nevojë ta hedhësh gurin e fatit apo zarin. Po, gurin e fatit. Mirë po, nëse figura Ademi Asharit gjendet dikun tjetër, atëherë je i detyruar të shkosh në prekaz dhe do të hidhet zari përsëri dhe në qoftë se e hedh si në këtë rast tonë numrin qift, pra 2, 4 ose 6, atëherë mund të hapësh figurën dhe të shikosh se çfarë fshihet në atë figurë. Okej. E njëjta vlen edhe për Skënderbeun? Për Skënderbeun vlen e njëjta në kruj, mirë po do të hidhet numri tek, pra 1, 3 ose 5, dhe për Ismail Qemalin në Vlorë, 2, 4 apo 6. Okej. Kështu që, i ndamat, kuqen edhe Ti merë njonën, unë e njonën. Po veç unë të kuqen. Ti merë, a di qka, merë ti të kuqen, unë po e marrë të kaltërten, se s'pe marrë të sareten, se saret gjelez nuk jam, e dyta Kosovë e Shqipni po lojë. Qashtë, se edhe vetë lojë është prodhim shqiptar. Prodhim shqiptar, 2 flamurat i kemi. Kinez. Po, 2 flamurat i kemi, kështu që, okej, po të hapi drejtën jene misioni pari me gjy. Jo, rregullat e lojës janë kështu. Unë e gjuj njerëzarin, ti e gjunë zarin. Këto? Ku du? E gjumë këto për shkak që nuk e prishim. Ai që e gjunë numrin më të madh pikëve fillon lojën. Okej, dhe me thënë ty të ranishi. S'ka kur gjë. E kom fatën me 4. Ti fillon lojën. Tash ku fillaj? Prej fillimit. E kaltër, ta vjen qëto fillimi, tash e gjuj pra.
6. Tash? Tash mund të lëvizësh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe tash Tash unë e e hap këshyri që ka ma. pullën edhe shikon se çfarë ka. Është agenti. Ku agendi? Agenti. Agenti ta marr drejtën për të luajtur një xhiro. Pra tash unë do të luaj 2 herë. Agendi, ku... Sikur të ishin 3 apo 4 lojtarë, atëherë ai që fillon lojën, pastaj loja vazhdon në anën e majtë ti, pra në kohjen e akrepave të torës. Pa marrë parasysh se cili prej lojtarëve tjerë ka gjujtur numrin e 2 të pikëve apo 5. Unë do të filloj kënej. 1, 2, 3. Për të hapur pullën, nevojitet vetëm numri mjaftueshëm i pikëve. Pra në këtë rast 5, unë me 4 arrij, por kam drejt të hap pullën sepse kam numrin e mjaftueshëm të pikëve. Të shkove një aninën në kërfuz... Flamuri kombëtar. Me të parën flamurin e gjete. Kur të gjem flamurin kombëtar, me njerë ke të drejt të gjuash edhe njerë të vazhdosh lojen. Po në këtë rast nuk kam drejt edhe 2 herë të gjuaj, se të je një gjiro... Unë po hupit mëse. 6. Ku e gjeti edhe 1, 2, 3, 4, 5... Pra mjafton që ta hap edhe këtë... Manastir shku. Në manastir, është e zbras. Këto vetëm e hjeku nga loja nuk ka kur fare efekti. E tash me që flamur s'ka bëhet këto? Tash flamurin në mboja for vete, edhe kur të arrim Prizren, jam fitus i lojes. Për ti ki mundësin, ose ta gjesh flamurin tjetër, ose të marrëmbesh mu flamurin. Ku qëfar fatin? 1, 2, 3. Për të marrëmbyer flamurin, ti do t'jesh njëtën pikë ku jamon. Ku jete? Atër ti e merë flamurin, unë këthejmë në fillim të lojës edhe ti vazhdojmë. Hajtë dhe inshallah për jamar flamurin. 2. 1, 2. Në hërit. Ku për nërë, qa kite? është mbretëresha Teuta. Edhe qka? Mbretëresha Teuta t'jep drejtën të obligosh lojtarin tjetër të kthehet në fillim. Pas jemi vetëm ne të dy, atëherë... Apet në fillim, këthej, ja... Okej, tash unë e prapë në fillimit, a? Mirë po në qofë se janë 3 apo 4 lojtarë atëherë, ose mbo strategjist lojës, ose... Po. 3 ishim ka rrasë. 3, tash vazhdo. A me vazhdua? 1, 2, 3. Unë kishim datë nga krej. Jo, vetëm këthejmë fillim edhe vazhdojnë lojën për e fillim. Qëta është në zonë e ty? Qëta është në zonë? Ki rast më në zonë edhe ma marë flamurin. 1, 2. Ku përshkon? Rrëth Dibrës. Vishnishi, po qëfarë të korë me ta marë flamurin, jo. 3. 1, 2, unë arrita në Dibër të shikojmë se qëfar fshihet në Dibër. Është agenti. Agenti, mu 6 ka ra. Ti 6 tash vazhdo. 2 herë ki drejt gjuash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a? Tash edhe njerës, unë jam një intervjist nga agenti. Gati, jam ta marë flamurin. O, 3, kum rive. O, ku ka të prezrenit. Erdhan Tetov. Ma unë Tetov, shko. Tetov është gruaja me veshje kombëtare. Kjo më jep drejtën të quaj edhe një herë. O, taksi roti, jam se ku bre, o që treshe. E tash për të arritur në Prizren duhet numri sakt i pikëve. Po, dyshe duhet. Dyshin, po nuk mund të qëndrosh një vend, duhet të lëvizësh. E tash ku kime të viste? Tash unë 3 hapa do të lëvizit, do të provoj të shkojnë Shkup, të shikoj se qëfar ka. Pra flamuri kom ta. Flamura, ja. Do më thonë ti. Kjo nuk bërë. Gjithë flamura, i mora, unë asë një veç. Ku... Jo, hupa. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dhe kështu... Shkojnë Prizren. Edhe fitova lojën. Edhe fitova lojën, e unë e hupa. Që shumë një? Edhe në studia edhe këshëm me mësu mu. Po tash mësovan ty qysh do të me fitu lojën. Jo, i ki diku, i ki qitë flamura. Ja, fillimisht të e pe vet, i përzitën gjitha pullat, i vendosëm në për qytete. Shako, bora, kështu që e kuptun, besoj edhe ma mërmendja që edhe shikuesit e kanë kuptu lojen. Pret, jo, pa e qitë flamurin. Do të flamurin me qitë. Flamurin me qitë qëfar. Se delegat se të mbledhën Prizren për të filluar kuvendin, nuk mundën me fillu kuvendin, qofë se nuk e kanë flamurin kombëtar. Po, okej, hajde të nami zbulu krejt kush ka... Në Elbasan kush ka qenë? Vajza. Në Vlorë... Ismail Qemali. Në Vlorë ku ka pas ka qenë. Në Tiranë e Bardha. Në Dërs... është ploku me... ose burri me vishë kombëtar. Në Kruj.
Kruj Skënderbeu. Skenda. Skënderbeu, Shkodër, Zbrast, Olqen, Zbrast, Preshiv, Burri me veshje kombëtare, Adem Jashari. Podgorica, Adem Jashari. Në Pej, teme, Pejën tënde Mbreti Genti, Prekaz, Prekaz Agent, Agendi, Agent. Sakat. edhe Mitrovic, Medveq edhe Medveq, Agendi, Mitrovic, Buri, me veshje kombëtare, Prishtin, vajza me veshje kombëtare, edhe në Tregun e Tregu Ri, i Ri, Zbrast. Zbrast. Loja zgjat zakonisht prej 10 deri në 30 minuta më zgjat. Po, Po në varet qoftë janë po. Ma 3 shumë apo leta. 4 letar. Me 2 letar Kishim është marrë edhe këta 2 kameramanat këtu që kena edhe kishim lujt 4 veta, po kush kish gjiru, s'kish pas kush me gjiru. Unë po uroj dhe po shpresoj që do të ecë mbar, edhe pse jo se cila shtëpi mos ta ketë është lojë në familjen e tyre, po për shkak se hiç kur gjo, mjafton bre kjo hartë me pas në shtëpi kush? Po si që përmenda edhe me herët, kjo bën edhe si lojë edukative. Sepse këto figurat i tregojmë se çfarë janë këto vise, pse janë të rëndësishme për popullin shqiptar. Gjithkush aq sa di mund t'ju shpjegoj brezave të ri. Që, për shembull që, këta e merë, edhe mund është edhe lirisht edhe në dhomë me virë, kështu me lonë. Me lonë. Vetëm të korniza. Po korniza edhe lënë. Unë faleminderit shumë për të falenderoj për këtë lojë, për këtë ide spari që e ki realizu, edhe urojmë dhe shpresojmë se ka me të ecë mbarë dhe ka me pas sukses. Shpresojmë që kjo lojë të gjej vetën gjitha shtëpit shqiptare. Faleminderit. Jam mirënjohës për mundësinë që më keni dhënë. Kjo është kënaqësi me pas këtë lojë edhe me lujtë në studio bashkë me shikuesit, po është edhe kënaqësi dhe me thonë që të kishim në mision. Unë thash që diaspora shqiptare ka jap kontribut në gjitha mënyrat, edhe kjo është një kontribut, me kontribut në sesën e familje shqiptare me pas një gjë. Unë e di që ma kisi edhe munja. Këtu, unë kismet do të bëj do të luj edhe me musafirt, ndashta ko pas kohës të tjera. Me musafirt, me shoqëri, në familje, është loj për gjithë, pra mund të lutë shtëpi, në shkolla, në piknik, po edhe në pushime, për shkoni merë, mund të lutë. Anita, për shumë mund të qenë në Shqipëri, ku shkojnë, e me marrë me veti, ka që ma klasisë me lutë në plazh, e me tarë dikush i huje. Ka disa... Po, me më të shjellë, s'ka, okej, kështë se s'ka hapi është e njejta. Pa thash më rastisht, diçka më ka mungu, thash të qiri. Nëse të mungon diçka... Okej, falemderit, shumë falemderit. Kam sjellë edhe një libër cilin e kam botuar në vitin 2008. Medalioni i Nusës. Medalioni i Nusës. Me respekt. Falemderit shumë. Vetën, edhe libër? Unë s'asna ditë për libër. Librin e kam botuar në vitin 2008. Në gjarja zhvillohet shekullin e 14 dhe bën fjalë për një vajzë 16 vjeçare, e cila quhet Rora. Rora e ka nënën të smur nga një sëmundje të rëndë, por dëgjon që në një vend diku rrit një bar shërus dhe ajo nisi që ta kërkoj barin shërus për nënën e saj. Gjatë rrugës takohet me 2 kryengric shqiptar ndaj kundër perandorisë osmane dhe pastaj aventurat vazhdojnë së bashku me Remin dhe Gentin. Për pjesën tjetër mbetet ta lexosh dhe të shkruaj. Vepra i shkru. Këto Apo? Vepra ime e parë ka qenë, po ato nuk i kam botuar, vetëm e kam shkruar dhe kam mbet pa botu, abetare për kompjuter. Kaloja e gjuhës Shqipe. Kaloja e gjuhës Shqipe është ai programi që përmena më herët për kompjuter edukativar si mos. Kaloja e gjuhës finlandeze. Po pastaj atë kam bërë edhe në gjuhën finlandeze, kaloja e gjuhës finlandeze, matematika. Po, parku koha dhe
Kjo vepra e best. Bukur. Interesant. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit Pa ta edhe për kënaqësinë ju. që të kisha në studiot e emisionin Një Kafë me Lavën. Si është gjithë ime. Unë më përturoj rrugë të mbarë për Finland, e di që do të kthehesh, inshallah shihemi për të mira. E shpresoj që kur vjen sezonën e verës për me shku drejt pushimeve verore, qoftë në Shqipëri apo qoftë në Ulqin, ti shikosh gjithë duke luajtur këta në plazh. Shpresojmë të jetë ashtu. Faleminderit për mundësinë që më keni dhënë. Faleminderit shumë, inshallah veç për të mira. Shikues të Radio Televizionit 21, ishim bashkë me Veton Mavricin për ndryshe lidhja e tretë e Prizrenit që duhet patjetër secila shtëpi që ta keni këtë, së paku t'i tregonit fëmijëve, të luni bashkë me tati, mësoni për figurat cilat janë këtu, por duke mos harruar që mund ta keni në duar edhe librin që unë e mora.